Benita dhe Eliona grushtojnë njëra tjetrën, fjala e fundit që tronditi shtëpinë. Një përplasje papritur dhe tejet e ashpër ka tronditur themelet e shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 4, duke vënë në qendër të vëmendjes dy nga figurat më debative të këtij edicioni, Benitën dhe Elionën. Ajo që nisi si një debat i zakonshëm, u shndërrua shpejt në një shkëmbim fjalësh me tone të rënda, ku Benita nuk nguroi të lëshonte thumba të drejtpërdrejt ndaj banores tjetër. Pavarësisht kësaj, Eliona tentoi të ruante qetësinë duke theksuar se acarimi mes tyre ishte thjesht i lojës dhe se nuk kishte asgjë personale me askënd brenda shtëpisë. Por kjo deklaratë duket se vetëm sa e nervozoi më tepër Benitën. Ajo që bëri këtë debat viral ishte reagimi vrasës i Benitës, e cila i dha fund bisedës me një frazë që tashmë po qarkullon kudo. Adio se ke zemër, kam debate të tjera unë. Më pas, ajo lëshoi bombën e vërtet, duke aluduar drejt për drejt për një afrimitet e Elionës me një banor tjetër, konkretisht Edin. Shkopi lëng, pi cigare, për qafe Edin edhe tung. Ishte urdhri, apo ironia e Benitës që e la Elionën pa fjalë. Këto fjalë kanë ndezur me njëherë debatin në rrjetet sociale. A është ky një zbulim i një lidhje të re mes Elionës dhe Edit? Apo ishte thjesht një provokim i fortë i Benitës për të dëmtuar lojën e rivales së saj? Mbetet për tu parë se si do të ndikojë ky sherr në marrëdhëniet mes banorëve në ditët në vijim.